Shqipëria përparon me hapa të kujdesshëm në transport, energji dhe rrjetet transevropiane. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian për vitin 2025, Shqipëria paraqitet me një nivel të përgatitjes mesatare në disa fusha kyçe të ekonomisë, përfshirë transportin, energjinë dhe rrjetet transevropiane. Ndërsa disa rekomandime janë zbatuar pjesërisht, sfidat mbeten të pranishme. Në sektorin e transportit, Shqipëria ka miratuar legjislacionin për ndarjen e kompanisë sekurudhore në njësi të veçanta dhe ka ngritur një qendër monitorimi të trafikut rrugor me sisteme inteligjente transporti. Megjithatë, progresi është i kufizuar. Komisioni rekomandon miratimin e strategjisë së re kombëtare të transportit dhe strategjisë së sigurisë rrugore, si dhe përfundimin e reformës së autoritetit rrugor shqiptar. Në fushën e energjisë, Shqipëria ka bërë përparim të dukshëm, veçanërisht në tregun e brendshëm të energjisë elektrike. Prioritetet për 2025 përfshin miratimin e planit kombëtar të energjisë dhe klimës për periudhën 2021-2030, forcimin e Agjencisë së Eficiencës së Energjisë dhe përgatitjen për të bashkuar me tregun evropian të energjisë deri në qershor 2026. Shqipëria ka bërë disa hapa në zhvillimin e rrjeteve të transportit dhe energjisë, por shumë projekte mbeten në fazë përgatitore. Komisioni kërkon përshpejtimin e zbatimit të planit 5 vjeçar, TEN-T dhe nisjen e investimeve për korridorin evropian të transportit, Ballkan Perëndimor mes dheu lindor, po ashtu kërkohet përputhje më e plotë me legjislacionin e BE-s për rrjetet energjetike. Ndërsa Shqipëria ecën drejt integrimit evropian për parimin në sektorët strategjik si energjia dhe transporti, tregon vullnetin për reforma të qëndrueshme. Me zbatimin e rekomandimeve të Komisionit dhe investimet të mirë fokusuara, vendi ka potencialin të forcojë ekonominë dhe të përmirësojë jetën e qytetarëve në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian.